Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Prishet miqësia e ngushtë mes Elionës Klodit dhe Londrimit. Çfarë ndodhi mes ish-banorëve? Një nga miqësitë që mori më shumë vëmendje gjatë edicionit të fundit në Bigun e Kosovës, duket se po kalon një periudhë krize. Londrimi, Klodi dhe Eliona krijuan një raport të afërt gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në vend, duke fituar mbështetjen e publikut dhe duke u konsideruar si një nga grupet më të forta të formatit. Megjithatë, zhvillimet e fundit kanë ngritur pikpyetje mbi marrëdhënien e tyre. Prej disa javësh, ndjekësit kanë vënë re se tre ish-banorët nuk shfaqen më bashkë si më parë, dhe mungesa e ndërveprimeve në rrjetet sociale kanë nxitur diskutime të shumta. Edhe pse në disa raste ka pasur shenja mbështetje për projektet e njëri tjetrit, duket se raportet nuk janë më në të njëjtin nivel. Sipas burimeve të afërta me situatën, komunikimi mes tyre është reduktuar ndjeshëm, ndërsa thuhet se disa keqkuptime të krijuara pas përfundimit të spektaklit kanë ndikuar në ftojen e marrëdhënieve. Mësohet se Londrimi ka mbetur i zhgënjur nga disa situata, veçanërisht në raport me Klodin, gjë që ka sjellë një distancim të dukshëm mes tyre. Pavarësisht zërave që qarkullojnë, asnjëri prej protagonistëve nuk ka reaguar publikisht për të sqaruar situatën. Ndërkohë, Londrimi po vijon angazhimet në muzikë dhe është duke punuar për projekte të reja që pritet të publikohen së shpejti.